programit për një Shqipëri që meriton më shumë të koalicionit Euroatlantik, pikë kryesore është teatri Petro Marko në Vlorë do të ketë statusin teatr kombëtar, që është edhe një pikë kyçe dhe fokusimi tim si kandidat për deputet në qarkun e Vlorës në zgjedhjet e 11 majit. Unë mandatin tim për deputet në shtator nuk e diskutoj fare. Nuk e diskutoj. Ajo që unë diskutoj është vota 11 maj. Sepse teatri Petro Marko në Vlorë duhet të ketë statusin teatr kombëtar dhe do ta ketë statusin teatr kombëtar. Dhe statusi teatr kombëtar për teatrin Petro Marko në Vlorë do të jetë një trampolin që do të shërbejë si një reformim tërësor i vetë teatrit, duke filluar që nga infrastruktura deri tek programet artistike që do të jenë në shërbim të çdo kujt. Jo vetëm të qytetarëve të Vlorës, por jo vetëm. Sepse është një teatr kombëtar. Do të jetë një teatr kombëtar. Tani ajo që unë diskutoj është vota në 11 maj. Te kush do të hidhet vota? Tek ata që nuk do të prodhojnë dot një mandat, pra që vota tek ata është e djegur, është e humbur, apo tek koalicioni Euroatlantik që ka listat e hapura. Dhe tek ajo fletë e votimit atje në 11 maj, tek ajo fletë e votimit 2-2, atje është lista e hapur. Pra, kandidatët me renditje të fiksuar që nuk do të votohen janë kandidatë të cilët kanë dorëheqje dhe nuk votohen. Është lista e hapur që do të votohet. Dhe jemi vetëm një forcë politike si e para historike e së djathtas në Shqipëri dhe kemi kandidatë më të rinj, ndërta dhe unë, që jam shumë krenar që jam pjesë e një ekipi që nuk ka qenë asnjëherë më parë e dyshuar për veprimin që ka dëmtuar interesin publik. Ajo që unë kërkoj është vota në 11 maj. Tek numri 4, koalicionet Euroatlantik dhe Ismail Ferraj atje.